Mirë, kemi nisur me ndeshjen e zjarrt të Bardhazis dhe do të flasim për Spakun. Po. E kemi bërë Spakun... Si quhen ata punonjësit e Spakut? Spakista. Ose dhe Spakor. Tani, Spakun e kanë futur në sit. Si e kanë futur në sit? E kanë qunë parlament, tha. T'japi llogari. Po. Po s'pun ka Spaku që në parlament njërë? E kuptove ti? Po ato pyetje që i bën, ato gjërat, dha përgjigje? Të do diskutojmë me një super panel si gjithmonë, Redi Ramaj, avokat, faleminderit që jeni sot me ne. Kreshtik Myftari, pedagog, një njohës i mirë i çështjeve juridike. Faleminderit që keni zbarkuar në studion Bardhazi, inshallah i kap viroza jonë. Do vaksinohemi pastaj? Alfred Balla, miki dashur, avokat, ish drejtues i lartë i institucioneve të drejtësisë, njohës i mirë i këtyre çështjeve, bires ai njeh spakistët më të mirë se ata që njohin vete. Po ta thënë, për ta thënë kështu me gjuhën popullore. I pas ka bërë mirë radiografi. Po, e ka bërë vërtet. Dhe Margarita Kola, e cila ka qenë atëre kur u bën Po, është bardhaziste profesioniste, ishte atëre kur u bën ato gjërat, po s'pati guxim të futej vet. Tani, mos e trëmbi pak parlamenti Spakun që reagoi sot, reagoi fuqishëm. Po, Spaku besoj nuk duhet të trëmbet nga askush parimisht dhe duhet që të bëj punën pa dallim nëse se çfarë flasin dhe thonë kryesisht politikanët. Ne kemi tradit në Shqipëri që politika për vitesh tashmë, jo vetëm kohën e demokracisë, po historikisht ka bërë çmos për të kapur drejtësinë. Dhe nuk ndryshon asgjë edhe me prokurorinë e posaçme që e gjithë politika bën luftë për ta dominuar, për ta kontrolluar. Po e ka detyrim kushtetues që prokuroria e posaçme para që të ruaj dhe tjetë sa më e pavarur dhe sa më e balancuar, por detyrimi para Parlamentit të Republikës së Shqipërisë për të raportuar çdo organ kushtetues që i takojnë prokurorisë posaçme. Po dakord, ju bën shumë pyetje, tani ju dha përgjigje atyre pyetjeve që ju bën në parlament? Shumica ishin pyetje kështu. Kot retorike. Po. Që dihesh e përgjigja. Që dihesh e përgjigja. Normal që nuk mund të bëjmë pyetje që kanë të bëjnë. Po çfarë ishte show? Si e pe? Si media mund ta quani show, po... Po ju si profesionist, si e quani ju? Si profesionist, për mua Spaku nuk duhet të shkoj fare. Pikërisht pra? Sepse është si të marrësh një drejtorin e përgjithshëm të organave të atimeve ta pyesësh përpara Spakut. Para parlamentit. Po s'është organ kushtetues. Kështu dhe puna, le të jetë organ kushtetues. Dogana. Është pjesë e sistemit të prokurorisë shqiptare. Nëse ai nuk duhet shkoj, kush e detyroi të shkojë? Jo, e ka me ligj është. E ka me ligj. Është vendosur me ligj, po unë po abstrahoj, po them që normalisht derisa prokurori i përgjithshëm si organ kushtetues edhe drejtuesi i prokurorisë posaçme, pra i Spakut. Njërë në vit raportojmë para Këshillit të Lartë të Prokurorisë, është organi MMM që i zgjedh, që i ka zgjedhur dhe prokurorin e përgjithshëm që i ka renditur, edhe gjithë prokurorët e Spakut, ka zgjedhur dhe drejtuesin e Spakut, kështu që pse duhet të angarkojmë parlamentin të dëgjojë dhe hallet e Spakut. Po e tha, Redi tha, mos është politika do ta sundoj? Sundim. Tani politika... Do të tregoj që jam unë këtu do me thonë. Ti aty, po jam edhe unë këtu. Për hir të vërtetës, politika në gjithë vendet e botës e ka që këshef drejtësinë kështu taketit, që të marri pak me të mirë. Taket në hyqëm, po ideja që... Marga, shqeto. Ne kemi krijuar një Spak që nuk trembet. Ashtu mendon? Po. Po, ha? Po, është kapur që në fillim e Unë mendoj që në vende të tilla si ne me këtë lloj kulture të shtetit, do më thënë që me goj e artikulojmë shumë mirë që është ndarja e pushteteve, ndërsa në praktik nuk veprojmë absolutisht në bazë të këtij parimi, unë mendoj që në fillim kur është bërë ligji, duhet që fare Spaku ndaj të njëjtën mendim të vendet të raportonte. Po pse të mos kapi llogari para ligjvendësit? Të jepte të raportonte përpara parlamentit. Po e thash për shkak të kulturës jashtëzakonisht të brisht që kemi neve në lidhje me respektimin dhe pavarësinë e shtyllave të shtetit. Janë nxehur gjithë deputetë që kanë shkuar dyert e Spakut dhe kanë thënë pse mos vi dhe ai një herë këtu ke ndryshimi është që gjërat tek neve bëhen në mënyrë shumë demonstrative,
bëhen, çfarë duhet të them me këtë? Nëse një raportimi, një institucioni të tillë në një vend tjetër do të kalonte në atë normalitetin e vet, do bëheshin dhe pyetje, këtu qoftë pyetjet, qoftë përgjigjet jepen dhe bëhen në mënyrë të tillë që të jenë sa më dominante, sa më spektakolare, sa më interpretuese, qoftë edhe nga media që fillon edhe e interpreton. Por për mendimin tim, ajo dera aty është bërë lajmi kryesor i çdo televizioni, ja? Por për mendimin tim, sidomos kur hapet dhe mbyllet, apo jo? Mua ajo dera aty nuk më shqetëson fare sepse duhet jetë ajo dera aty dhe kush e meriton le të shkojë tek ajo dera aty. Prokuroritë e posaçme tërheqin vëmendjen në çdo vend të botës, kudo ku janë krijuar me ligj. Për shembull, po të marrim antimafian, po të marrim praktikën fqinje të vendit fqinj të Italisë. Ose në Rumani. Nuk e njoh Rumanin, po njoh Italinë. E tërheq vëmendjen mbase njerëzit janë skeptik ndaj ligjit, kanë ato dyshimet e veta për funksionimin e ligjit, për pastërtinë e njerëzve, është janë realitetet në disa vëndet caktuar. Po ju si e mendoni, duhet të kufizohet pushteti i Spakut se mbase është shumë i madh? Pra ne deri vitin e kaluar po s'ka pushtet Spaku. Debatonim në studion e Bardhazis ku është Spaku ose Aspaku. Kurse tani duhet kufizuar. Kjo është vëmendje që ja ka dhënë publiku mbase nga që s'ka me çameret edhe shef të ajo dera. Jo, ka ajo derë. Unë s'bie dakord me kolegët që thonë që pyetjet ose kultura është e dobët. Deputetët janë përfaqësues të kultura juridike. Ne folëm për kulturë juridike. S'ka pse të ketë kulturë juridike, ai ka kulturë politike. Po s'di ta formuloj pyetjen. Po punë e madhe, po pse aty nuk vlerësohesh për gjuhën, aty vlerësohesh për faktin. Po pyetjet atje nuk është se kanë qenë pyetje teknike, atje kanë qenë pyetje kush të merrte në informacion për një çështje, nuk është atje është bërë një pyetje për një veprim procedurial. Përgjigjja është shumë e thjeshtë, nuk japin përgjigje kaq për këtë. Ose por s'mund të shmanget një institucion që rrjedh nga kushtetuta mos japi gjykim. Se s'mund të raportojt e vetja vetë. Jo, por kjo është çështje pikpamje, nuk është... Mund të raportojt për para një këshilli që Nëse flasim për raportim profesional, çfarë bën, si raporton, është raportimi para Këshillit Lartë të Prokurorisë, që bën një herë në vit. Po Këshilli Lartë i Prokurorisë, pse s'shkon në parlament? Shkon në parlament. Pse thash që nëse Këshilli Lartë gjyqësor përfshin gjithë gjykatën e lartë, gjykatën e apelit, gjykatën e posaçme, gjykatat e shkallës parë, dhe shkon në parlament vetëm kryetari i Këshillit Lartë gjyqësor, ne prokurorinë e kemi të sobëzuar, prokurorët përgjithshëm, vetë kryetari i KLP-s, vetë edhe drejtuesi i prokurorisë posaçme, nuk ka nevojë për. Interesi maksimal i gjithë shoqërisë shqiptare, i Europës, integrimit e gjithë gjërat e tjera është korrupsioni. Ose krimi organizuar. Këto janë çështjet madhore. Por ke një organ. Nuk ka rëndësi se si funksionon KLP-ja ose si funksionon. Ky është thelbi, ata do t'japin llogari para publikut, sepse fshihen atje pas dosjeve. Edhe nuk japin llogari para publikut. Po aty nuk janë për para publikut së pari njëherë, janë për para atyre deputetëve, që mua më vjen shumë keq sepse edhe një mesatare një publiku të zakonshëm. Të bëj një pyetje, llogari për çfarë? Do të japin llogari po pas të përdorin resurse. Pyetjet që u bëheshin atyre në parlament ishin të tilla që edhe një qytetar me një nivel mesatar të kuptuarit dhe një kulturë juridike mesatare nuk do t'i bënte ato pyetje. Prandaj dhe unë thash që është ajo kultura që ne kërkojmë. Margarita të pyesi pse flen mbi dosje o vlla. Ka të drejtë të pyesi. Jo. Pse flen mbi dosje? Është krijuar të lutem se këtë mund ta se jemi 4 juristë këtu. Shumë mirë. Po ti marrësh, ti mbledhësh gjithë. Gjithë juristët i nënshtrojnë idesë. Zoti Ballakan çik më tepër, po ti mbledhësh gjitha bashkë bie që të bëhet një 80 vite eksperiencë. Besoj këtë. Kjo pjesa që flen mbi dosje, jo çdo vepër penale, jo çdo krim zbardhet. Nuk kanë afatet janë procedurale. Pra ja, këtu më dil. Se këtu po lozim gjithë me afatet. A i gjejmë dot, a e zbulojmë dot, çështja është që ato veprimet procedurale t'i bëjnë ezauruse. Pastaj a del fajtori, a nuk del, a del vepra, apo nuk del, kjo nuk varet nga vullneti i askujt. Ka dhe diçka se a ka probleme që të raportoj prokuroria posaçme, mendoj që parimisht nuk ka probleme. Këtë po thosha. Pra, çdo kush, çdo institucion, normalisht, në një vend demokratik, duhet të raportoj diku. Do mbaj përgjegjësi, mund të fshihet atje. Te makinat e blinduara. Pritshmëritë e publikut janë shumë të larta për prokurorinë posaçme. Pra këtë doja të thoja. Dhe ka detyrimin që të raportoj jo vetëm pra shkërku nga prokuroria posaçme, jo vetëm këto raportimet normale që i ka përballë institucione, po dhe komunikimin që ka me publikun, i është kërku vazhdimisht dhe nga media kryesisht, po dhe nga njerëz që kërkojnë informacion, duan
të dinë ecurit vazhdimësinë e tjerëve, pavarësisht se të çështjeve që ka prokuroria e posaçme. Pavarësisht se prokuroria e posaçme është një strukturë që pak e prek atë qytetarin e thjesht, por duke goditur korrupsionin, shpërdorimin e detyrës, veprat cilat lidhen me taksat e shqiptarëve. Më shumë qytetarët e thjesht, më shumë drejtues të niveleve më të ulta, më shumë një njeri që punon në një bashki, se sa të godasi korrupsionin madhor. Kjo duhet ishte pyetje në parlament, për shembull. Jo, unë do ta kisha bërë. Ishte përqindja midis zyrtarëve të lartë, pra ka mundësi SPAK-u të merret dhe me zyrtarë të cilët janë të një niveli tjetër. Si ishte ky parashikimi i parë? Pikërisht, pra, sepse volumi që ka SPAK-u aktualisht është shumë i lartë. Mendoj dhe kallëzimet që shkojnë SPAK dhe gjithë ajo rëndes që është krijuar e ka të vështirë me ata 19 prokurorë sa ja, që të bëjë diferencë. Ka disa modele, shiko. Ne këtu bjem të gjithë dakord që përsa i përket çështjes raportimit, asnjëri nuk është kundëra që SPAK-u të raportojë diku. Por ne po flasim për modelet ku raportohet. Në një shoqëri të tillë ku jemi ne, që prokurorët, gjyqtarët, edhe avokatët bashkë, i shan politika natë edhe ditë. Okej? Mos them si i shan dhe si i lançon. Në një vend ku ne gjithë ankohemi që është bërë Republikë prokurorësh, në një vend ku